bëhen barabar, bëhen në balancë. Afrem, cila është kënga jote e jetës që don ti publiku gjithmonë me të njoft? Ka shumë, e pëtut në që në njonë me bo me përmen me nëvët ajo konga tjetër. Po ka shumë, do më thonë, unë në momenti kër e kom bo, do më thonë, Dadushin, mëj me thonë që ka qenë një vullës, po thamë, po njona për vullave, njona për kongve të cilat më identifikojnë mua. Po ka dorë zote që më nërë se kena nonë Dadushin më u gëzu shumë, se ja kena pru më nërë Fatushin. Kështë që jemi shku, do më thonë, vazhdimisht gjdo vjetë të pru dishka tre, që do më thonë që të gjitha kanë qenë të kapshme për publikun, është një e mirë për këtyne që ndoshta një kongë që është bo për shamë në vitin 2000, ka dhe 2005. Ajo është e mirë, do më thonë, sënde që vinë kadal jënë shumë të mira, sepse një kru që pikës nuk shterë kur. Një kru që qëtë shëmuj, shpejt hargjohet. Dadushin edhe Fatushin. Edhe Dadushin edhe Fatushin. Cilën e zgjedh? Cilën e kima për zamër? E kom thonë shumë herë, po për përsëris prapë, do më thonë, kjo është fat shumë i madhë, sepse ka mujtë me qenë, po thonë, fatkitësi, sepse unë, kër e kam bo Ilir Shasiri tekstin e Dadushit edhe profesor Valton Beqiri kongën, shkova dhe së më përqek e ishë. Definitivisht, e kom provu një 20 herë në studio dhe thash o kry, kjo kongë së është për mu, edhe të dalë, vjen Ilir Shasiri në atë kohë, ishte Ilire për neve, dhe aman, ku për shkallë, thash, ja, me sfar kongë edhe Ilir. Së mërë tha provoj edhe njerë, edhe bom, doli perfekt. Do më thonë, ku mujtë me bo një gabim fatal, që mos me shenë sot konga jote. Ndoshta, po thonë prapë. Po, jënë dyat të mira, se cila ka porosinë e vetë, se cila ka, do më thonë, teksti Dadushit është Ilir Shaqirit, për shumë i Fatushit është i Ekrem Kryeziut, do më thonë, tekste që të kanë qenë të kohës, mirë po porosia është e dekadave, do më thonë, 4 dekada me shëndru një kongë, menoj që nuk o sa me mirë. Gjithë këto vite karrierë, a ki provu ndër njerë me shkru tekst vetë? E kom bo njo. A ka qenë dedikim? Jo, definitivisht jo. Unë e kom përpunu një kongë të e cilë sot aso e dite nuk e dim kush është autori, po e kam gjetë ashtu një kongë turke, e cila ka qenë turke anonime. Edhe mu melodia më pëlqente dhe e bora, pas të janë vetëm refrenin, mos me ndo, se të arroj, ma ndaj njëri vëzë krasni që e bënë edhe pjesën e parë, kështë që më me thonë që e kom nda tekste bashkë me të ndjerën i vëzijun, e cila po mbjeton hala, që me bohën, s'kam faj. Afrem, gjithë këto vite karrierë poetike dhe njëherë, a ki mungun do ata të rëndësishme të familjes? Gjithmonë. Për pos kohës pandemisë, gjithmonë. Për cilën do të si a falë vetës që s'ke qenë prezent, ose s'ta falë familja? Familja më kanë kuptu, sepse më kanë përkronë këtë rukëtimin tim, po nga njëherë ka ndodhë rastësi, apo edhe prenotimet janë në më hershme, edhe tash përshamun ka ndodhë fest Bajramit, që është bo përshamun një vjetë më heret, edhe është caktu dasma. E ka përshamun caktu dasma ditën. Edhe në kohë të drekës Bajramit, të dashme shku në dasë. Po. Në më thonë është... Kjo pak ma atjesh, po përshamun, a ki qenë prezent në të gjitha lindje të fëmijëve? Po, në lindje kam qenë prezent, përshamun ka pas moment që djali imi madhe kër është martu, e këshin caktu datën ban vetë muhish. Edhe shkonën shpejt gjojt gjitha organizimet edhe ishte data 2 gusht. Oke, ta shekon e kini muzikë. E ta shaj, nona jam se kuptajke, do më tonë, kujtajte, me ndonë që momentin kërë ti e marton nipin, atëre ti du të me lonë kërejt edhe thash jo, kjo ndryshon sepse zbon, për shkak se unë e kështë alon fjallë diku tjetër. Ka pas momente shumë të fështira, ka pas momente kur ke pas ndoshta edhe rast shumë të ronë, familjar, rast vdekje, mirë po kur e ke donë fjallën, atërë dash më shku. Shumë ndjes pas të agjem, kër ka vdek, në moshën 57 vjeqarën, në qatë ditë këm dash më shku ndasë. Sepse ata dasmorë të erdhën vorre me krejt. Si ki përbalu gjatë kohës? Shumë shtirë, është shtirë, unë nuk i kuptaj për shumë shumicën e njëzve që dalin e thëjnë, këta veç pare dojnë ta u të ranun, bo është moment tëmë që nuk ka pare ty që ta shëron shpirtin. Nuk ka pages që ty të relakson shpirtner, sepse du të me këndu.
Me dalë me moderun ashtë atë diqysh e bënë, me shkru në kompjutere, punojnë gishtat. Mirë po me të punu zone, në ato moment është jashtëzakonisht e vështirë. Po, që kjo është profesioni jonë. A ka do një moment që bashkëshortja ta përmend, s'ki qeni prezent, diçka që asoj kam vetë Qërë gratë gjithmonë gjenë ka pak kështu momentume për ndoshta për me u fjallos në atë kuptimin, më thonë pozitiv, po ja. Jo, sepse i kemi nda, do më thonë, që në fillim gjitha këto punë dhe kjo është profesioni unë. Këtë kotë, sa të dushti më ndosh me bo për shamën, do në me bo një loj programi ndoshta të javor. Po, absolutisht janë pa parashikueshme, sepse nuk mundesh me mëri, është ko, kur ke dhonë fjallë dikun tjetër, mandes mundesh me sekonda, me thonë, sot jam të ti denora që ka që dhe ika, po janë pa parashikueshme krejt. A është halimja gjeloze? Jo, definitivisht jo. Së është? Për zotin jo. Po te? Unë në ashta pak ma shumë. Unë në ashta po ajo jo. Definitivisht kuptohemi shumë mirë dhe nuk... A vrem, cile është pika më e forta e kësaj dashurie? Unë menoj që sinceriteti definitivisht, pastaj dashuria është e pa diskutueshme, sepse po shoh plot njerëz që pi vjen marrë, jo vëlla, kur e don dikon nuk është marrë. Është normale, në profesionin që na e bojmë, që e din edhe ti vetë, është mirë në fillim start me qenë letrat. E më thonë kjo. Na pëlqen, s'na pëlqen. Kur binë dakord dy qift, atëherë janë në regull dhe jeta vazhdon, pas një problem. Po e mira kësa është që unë kam edhe profesionit njëjtë, është profesoreshe muzikës edhe i kupton gjonat. Cila është një nga letra që e keni qelë të parën? Unë i kom tërgu, do më thonë që të start, gjitha. Që jam njeri natës, jam njeri profesionit, du të me i kuptu gjitha sfidat që neve në ndodhin në një skenë. Sepse skena është e shajt, mirë po kodhës edhe momente të paparashikueshme. Sepse unë e kuptoj. Unë vetë kam qenë në atë momentum që kom thonë, o zëta është jetë me prek me dorë, për shamull të ndirë një Smet Bugujevcin që kom pas idol gjatë gjithë jetës. Edhe nuk kom zgjidhë mjete për me mëri veç me prek me dorë. Nuk është marrë, është krenari, sepse e ka qenë edhe të mbetet gjithmonë krenari e kombit. E kështu që unë e kuptoj që nesë ndoshta edhe mu vjen dikush, pavarësisht të është higienisë femërore apo mashkullore, donë me ta boni për qafim, donë me donë një fotës që është normale, pra. E kështu që në këto i kemi kriju. A është fama shkak i shumë ndarjeve, mosmarrveshjeve në showbiz që po ndodhen? Unë mendoj që po. Dhe pse po mendojnë që ka kaq shumë ndarje? Po, pikërisht janë këto problematika. Për shembull, momentin kur ti me një partner apo me një njeri që e ke zgjedhur me ndaj jetën, me kriju familjen, kishte me qenë absolutisht e sinqert që në fillim qelen letrat. Sepse ajo është jetë gjatë, ajo është e drejtë. Mirë po tash për shembull, po jam dëshmitari këtyre ngjarjeve të përditshme, që se më shpreh ashtu që ndëgjova për shembull në një dasëm që neve na u anulu, thotë për shkak të Instagramit është nda çifti. Instagramit. Do thonë, mund mendoj definitivisht pavarësisht që s'po du me lëndu askon, po mendoj që është nivel absolutisht i ulët. Me prish një lidhje pavarësisht sa a vjeçare, a mujore, a javore, për një Instagram, ja ke bo follow, s'ma ke bo follow, është definitivisht e ollët. Po ty ndër vitat ka pengu fama? A ka pas në një moment që ki dasht me shiu jetën? Ka momentume. Unë thash në fillim që kjo është një profesion i cili ka shumë të mira. Po ka dhe momentume të shumë të vështira, jo të këqija në atë kuptimin, po është problem sepse s'mundesh veç gjithmonë me konë happy, gjithmonë me konë gjithmonë me i knaq, a duhet me i knaq gjithmonë. Sepse publiku është ai cili mundet me të dënon. Në momentin kur të dënon atër është e kotë. Po duhet me gjetë forcë, unë mendoj që ai personi cili don me bë këtë punë, duhet me jasit veten një prioritet. Prioriteti kishte me qenë ai që o me bë këtë punë o me lën krejt. Sepse nuk është faza. S'mund është ashtë me thonë i bonat 5 klipe, 10 albume, 50 koncerte dhe ta shumë jo maj dhe s'du me jo po, jo, absolutisht jo. Gjdo event harrohet sot, edhe se egziston mu, fillon tjetëri, është obligim për me kry tjetër. E më dhe kjo është jetë gjatë.